Të rast që kishte vdek, unë gjithmonë kisha një paraftyrim se do të ballafaqona me vdekjen. Edhe kur ai më kushtojnë këtë formë, unë e nita shumë, era një gjendje pa orientuar se e disha se të smundja apo të mjeku gjithmonë ka në mes jetës dhe vdekjes. Mirë, por gradualisht vendosa mja plotësua dëshirë prindit dhe momentin e parë kujtor kur shkova në fakultetin e mjekësisë dhe kontaktin e parë me anatomin, me kufumën e vdekun, ai ka qenë rast që tani jetën është i pashlym kujtesën tem se si e pash një kufumë dhe si nuk lëviste. Mirë, por gradualisht gjatë punës praktike që u deshte me bo me kufumë, sepse ne kemi qenë gjenerata kur kemi pas gjithmonë edhe kufumën në pjesë të anatomisë, arrita gradualisht të kaloja të frikë edhe falë punës dhe rezultatet që kemi arritë është edhe vdekja më duket proces normal. Dhe me thonë, imagino se qëfar kalimi bën njerëju, nga një frikë në një diçka që normalizohet. Histori shumë interesante kjo puna e frikës nga vdekja, sepse sigurisht ke pas edhe pacient prak vdekjes. Ke pastaj edhe pacient që i ke pase, kanë ndruar jetë. Si e përballon tash? Shifë, përballimi i pacientit që vdes, ose personi që e ki, dallon prej moshës, dallon prej smundjes, dallon e pesha e ty në kuptimit, gjithë është humbje për familjen, gjithë e kanë peshën familje, por për ne si profesionista, kur kemi një person që ndron jetë në moshë të re dhe vuan për një smundje stranë, për neve është jashtëzakonisht një peshë e rëndë, sepse nuk po arrim t'i ndihmojmë më shumë, sepse gjithmonë në shëndetësi diagnozat e caktuar kanë jetën e kufizuar. Varësisht se ti e ki daj, nan, bab, vlla, kur diagnoza është me prognozë të keqe, rezultatet janë këqija. Mirë, po përjetimi i dhimbjeve të rastit kur vdesin pacientat, dallon shumë, ka dallim madh me një person kur është mosha e re, kur është ende, kur ka prind, kur ka vujtje gjithë prind edhe familja e tij për personin e ri, krahase me një person i cili fatmirësisht e ka kalu moshën, ka kalu jetën, e ka kalu një periudhë kohore, ka arrit moshën e pleqërisë, sepse vdekja është procesi natyrshëm dhe njeri unë e shoh shpesh herë se harxhohet, shpenzohet, edhe fundi i tij është ashtu si besojmë te krijuesi, kthehet gjithsesi. E themi ne një fjalë, populli janë dek me rend, thojnë. Dhe më thonë edhe ju këtë aspekt e konsideroni. E konsiderojmë. Mirë, po detyra e çdo doktorit edhe çdo kirurg derisa merr frymë na shpresojmë te personi. Faleminderit shumë, doktor, që na shpjegove këtë në hyrje të kësaj bisede. Kemi një led me shumë fotografi. Çfarë kujtimesh kemi këtu? Janë faza në për cilat ti ke kalu. Ashtu është. Ka shumë fotografi dhe unë jam bazu kryesisht t'i respektoj shumë mësues të mi. Ata që kanë që më kanë mësuar ABC-n e kirurgjisë, që më kanë dhënë mundësinë me mësu se si bëhet sutura e parë apo qepja e parë, si nalet gjakderdhja dhe si vazhdohet edukimi në kuptimin e të menduarit dhe veprimi në kirurgji. Unë po filloj prej fotografisë të parë se më kishi leju, e kemi poshtë duajenin e kirurgjisë abdominale profesor doktor Riza Binishin. Ka qenë mentor dhe mësuesi imi. Ai më ka formuar si kirurg dhe unë jam formuar në sajt punës të tij, duke e përcjell dhe gjithmonë duke më sugjeruar se si duhet punohet kirurgjia. Kur të flas për profesor Rizën, është një nder i madh që kom pas unë të jem në nxënësi i tij. Sepse ai është duajeni i parë i kirurgjisë në Kosovë dhe është ndër kirurgët e parë abdominal që ka vazhdu edhe në edukimin e fakultetit e mjekësisë për gjeneratat që kanë vazhdojnë rrjedhin edhe sot. Profesor Riza ka qenë në kuptimin kirurgjik me duar të arta, atë operacionet që ai ka kryer në kohën dhe në momentet në periudhën kohore, kirurgjia ka qenë shumë e kufizuar me instrumente, me sallat, ai ka bërë punën më të shkëlqyrme që ndoshta edhe sot na mundohemi ta arrijmë, që besojmë pjesën e dorës si quhet, ende e kryjmë qatë punë që ka kryer profesori në ato kushte shumë të vështira. Kështu që une kam obligim gjithmonë ta përkujtoj dhe ta falenderoj në pafundësi për ato që ka bërë për mua.
Respekt gjithmonë për profën. Mirë. Në fotografinë e dytë poshtë e kemi në fillim të specializimeve të mia, kur unë jam marrë me shënime të secilit instrument kirurgjik, se çfarë shërben dhe si duhet manipulohet me ta. Kam shënu se pse për neve ishin pjesa e aty në instrumenteve shumë të mëdha dhe shumë të panjohura se ku do të përdoren për të cilat pjesë të trupit tonë. Pra derisa ti akseptosh gjitha ato se cila që ka më shërby, ajo ka qenë edhe arsyeja që kam bën një fotografi, është e vjetër, veç fillimet e specializimit. Okej. Pastaj me në fund në ish kryeministrin Bajram Recep. Ish kryeministrin Bajram Recepin e kam pas koleg, kemi punu bashkë. Në të janë edhe dy profesor të nderuar, është profesor Riza Binishi dhe Hasan Ahmeti, profesor Hasan Ahmeti, si dhe doktor Fadil Beka ishte drejtor ekzekutiv i qendrës klinike. Në atë kohë kur ishte kryeministri erdhi te na në vizitë dhe e njoftuam për gjendjen se që është gjendja klinike me instrumentarium, me salla, dhe në atë kohë si profesionist mjekësor që ishte edhe si kolegi ju, ai na dha një përkraje të madhe dhe na fillum me të thonë drejtë morëm një infuzion se ishte minjerë pas luftës, ishin plotësisht mungojshin shumë elemente, shumë material, kështu duke e njoft natyrën e kirurgjisë, doktor Bajrami na shtyri dhe na ecëm në rrugën drejt zhvillimit kirurgjisë të Kosovës. Një dorë të largë, kështu ju. Mbledh dy fotografi tjera janë momente të... Të dy fotografia e parë është ku është komisioni në mbrojtjen e magjistraturës pranë Fakultetit Mjekësisë në Prishtinë, ku në vitin 2002 përfundova magjistraturën me temë infeksionet intrahospitalore në kirurgjinë abdominale në Qendrën Klinike Universitare, ku dolëm me do rezultate që nuk ishin as të favorshme, po na ngritën vedijen që duhet prapë të rrisim standardin dhe përkujdesjen për të ngrit nivelin e kirurgjisë në nivel të vendit. Sepse gjithmonë kur delti me rezultate jo të kënaqshme, na jep shej se na duhet punojmë ende që të arrijmë ato dhe të përmirësojmë ato. Sepse gjithsesi nëse nuk i përcjellmi dhe nuk i korrigjojmë ato, na do shkojmë deri te fundosjes apo rezultate të dështuara. Kështu që ka qenë një punim shumë i mirë, shumë i arsyeshëm, ku ka pas referenca edhe në nivelin ndërkombëtar, dhe kështu që unë fitova gradën magjistri i shkencave të mjekësisë. Dhe këtu është doktoratura. Këtu është doktoratura në Fakultetin e Shkupit Kiri Metodi, është personi i parë që është në rend, është rektori i Universitetit të Shkupit, cilin e falenderoj, ka kry Nikolaj Jankulovski, ka qenë një kirurg, i cili jashtëzakonisht është kirurg me përvojë, me eksperiencë lartë. Unë e kam punu me ta 2 vite në qendrën e tyre klinike, kam kalu, i të them të drejten, jashtëzakonisht mirë, me gjithë përkrajen, me gjithë respektin, kam fjalë veç falenderuese dhe miradije për punën që kemi bërë bashkë, sepse kanë qenë krahasimi karcinomas të kolonit mes qendrës klinike universitare të Prishtinës, qendrës klinike të Shkupit, dhe kështu publikisht po dalë të them se dallimet mes qendrës tonë dhe qendrës së Shkupit nuk kanë qenë dallimet mëdha. Mirë po, fatkeqësisht prapë është bindja se në Shkup është më mirë se në qendrën klinikën tonë. Që unë në mënyrë publike ju them se nuk ka dallim, as 0.2% ka qenë dallimet krahasuese mes qendrës klinikës tonë. Do të thonë njëjtë, identike. Doktor, ju keni realizuar nga hulumtimet që i bëm ne mbi 10.000 operacione. Po, është një numër jashtëzakonisht i madh. Një numër shumë i madh. Mbi 10.000 njerëz, një stadium njerëz ju i keni operu. Është presion i madh, është punë e madhe. Dhe interesante, keni një thënie që e theksoni shpesh. Kirurgu nuk krijon jetën, por është ruajtës i saj. Sa ja keni dalë ju kësaj thënie të qëndroni? Shifni, profesioni i kirurgit është një për profesionet më të rënda, por është më fisnikit që ekziston. Dhe arsyeja është që ndron ato se kirurgi çdo ditë ka ballafaqohet me jetën edhe vdekjen, me shpresën edhe frikën, dhe me suksesin edhe dështimin. Dhe në këtë aspekt, varësisht se shkenca e mjekësore ka arrit të zhvillim të jashtëzakonshëm në kuptimin aty në ulëmtimeve që ka arrit. Mirë po,
një momentum ende s'ka arrit ta prek që gjithmonë do ta kemi të qartë se njeriu, qenia njerëzore është e kufizuar në fuqi dhe dije. Fuqia dija jonë prapë është e kufizuar. Dhe kjo kirurgin i jep një sinjal se është me përgjegjësi shumë të madhe morale se po punon në krijesën e quajtur njeriu, i cili është e shejtë. Dhe kjo shejtëri që është e tij i jep mundësi atij të punoj me përgjegjësinë maksimale dhe me përullësinë më të plotë, sepse mbi ne ekziston dikush që është absolut dhe që na përcjell dhe na udhëzon, që ne e quajmë krijues, unë e quaj Zot, cilin na udhëzon kuptimet më të thjeshta se ti nuk je ai që krijon jetë dhe vdekje, po ti veç ruan jetën. Vetë ruan. Veç ruan jetën. Faleminderit shumë, doktor. Tani dua të bëjmë disa pyetje brenda rutinës e brenda sallës operacionit. Çfarë ndodh ato ndjesitë, mendësitë që i keni ju? Am tregon çfarë mendimi ke në kokë para se të fillosh një operacion? Shifni, te operacionet kirurgjike, gjithmonë pacientat shumica na vinë parafërsisht të diagnostifikuar. Kemi një diagnozë kur ne në automatike, kur e lexojmë, e krijojmë një vizion, një arkitekturë të mbrëmshme të trurit se çfarë duhet të punojmë me to. Dhe ndjenja është gjithmonë është e kënaqshme kur të dhonat diagnostike na japin kufizime të mira, prognozë të mirë, kështu që gjithmonë e merr me ndjenjen më të favorshme, me vullnetin më të këndshëm që ti do të hish dhe do të shërbesh një shërbim profesional shumë mirë. Pasi bazuar në ato të dhona, ti e ki bindjen se suksesi është shumë i mirë. Kështu që gjithmonë para sallës, kur e kontakton pacientin, i jep shpresë, i jep kurajo, i jep guxim, sepse pacienti është ai që ty e të dorëzon edhe jetën, edhe frikën, edhe shpresën. Ta dorëzon në tavolinë. Dhe ti ai që duhesh t'ja krijosh bindjen se ti je profesionisti dhe ti je ai që përveç krijuesit që është nalt, ti je ai poshtë që kimi ndihmu. E kështu që nëse ti e ki bindjen edhe disponimin edhe autoriteti yt arrin ta bind pacientin, rezultatet asnjëherë nuk mungojnë. Është një komunikim. Është një moment kur në tavolinën, si kjo tavolina jonë me gjithë ekipin, gjithë ato instrumentet, ti komunikon sy me pacientin. Shifni, kur janë të rezultatet, komunikimi me pacientin duhet me qenë bindës. Unë e kam një fjalë nga profesori që e përmena më herët, thotë çdo herë pacienti i cili thotë nuk kam bindje të mirë më operu, thotë mos e operoj, shtyj operacionin, se ka një parandjendi shakeq. Dhe unë atë e vlerëson këtë e cilëson? E vlerësoj edhe gjithmonë e respektoj atë fjalë që më ka dhënë profesori, çdo herë pacienti derisa nuk bindet në mua, derisa nuk e ka bindje që unë do ta kryj me sukses, unë asnjëherë nuk e shtin në operacion. Gjithmonë i them, po presmi, po bëjmë zgjidhje. Ndonjë rutinë kështu tjetër, se këto e pas keni farloj rutinë para se me nis, para se me... Gjithmonë kontakti me pacienti duhet me qenë i bindur në profesionin, i bindur në kirurgin, i bindur në aftësitë profesionale tua. Nëse pacienti nuk i ka këto bindje, atëherë pacienti tik, mas pari nuk e ka guximin me ushtrin tavolinën operatore. Po momenti kur e ka bindjen e plot pacienti për tavolinën operatore, nuk e diskuton, vjen me qef, shtrihet me qef. Dhe suksesi në kirurgji nuk guxon asnjëherë më atribu personit, individit si që mund. Suksesi në kirurgji është ekipore. Ekipa, kur është e koordinuar mirë, të fillu prej anesteziologut, prej instrumentarëve në sallën operatore, prej teknikeve të anestezionit, deri edhe ai që e rregullon vetë sallën, është një ekip në harmoni të plot, dhe unë gjithmonë them, kur e kemi këtë harmoni, kur e kemi këtë bashkëpunim, rezultatet asnjëherë s'ta kanë mungur. Faleminderit shumë, doktor, që na e shpjegon. Cili është momenti kur në gjithë këtë përvojë tëndën je emocionu mas shumë ti pas një operacioni? Që ndoshta ku di, ke qajt nga gëzimi? Shef, është ndoshta mos e shpjegoj shumë, ka qenë një rast të përgjithshëm, jo me identifiku personin.
Jo, ka qenë një rast kur ka qenë me diagnozë shumë tronë. Dhe mi isha specialist i ri, ishte vetëm 3 vite. Dhe vjen një person me diagnozë kancer i mëlçis i zhvillum stadet shumë të larta. Dhe unë kisha vendos me hynë në salë, mirë për profesorin thotë çfarë do të bëjsh, se gjithmonë janë mënyra e konsultimit, cila është qasja kirurgjike. Dhe unë i thëmë profesor, do të bëj një bypass në kuptimin me liru ato që ishin ato të lashe, po të prognozën kjo e ka keq, ti ka të bënë. Ta unë e kam vendos, profesor, mi bën një zgjidhje këti, mos të me lanë me vden këtë formë. Kur shkum të tavolinë, erë pacienti në tavolinë mu lutë, Resul. Ata, a kam drejt lutë në une. Unë e thëmë po, ki drejt. Ullë në tavolinë edhe filloj mu lutë. I thëmë drejtën, unë e mendën e kisha të keqi. Menja ime thash, ka të lutësh, se diagnoza jote nuk përputhet ma me lutjen. Edhe momenti kur e krym në operacionin, bënëm gjitha të procedurat, morëm materialin, shkoj histopatologjia me ngushtu,